Hello people, të nga tjetra. Unë kom ju të regu se qka kom blejt sot në Marshalls. Po fillimisht po du mi ju të regu diçka shumë shkort. Shumë shqiptar në Amerikë, po edhe Amerikan përgjithsi, kanë qaf me bo shoppings në TJ Maxx, Marshalls, Rose Dress for Less, Gape është the new one, është një e re, edhe një tjetër që nuk e mbaj mend emrin, që janë dyqane që kur mbyllën dyqanet me firma të mëdha, i bin teshat edhe i vendosin në qëto shitore që i përmenon, edhe mundesh me gjetë sene shumë të mira edhe shumë tjera. Mandej edhe marrëveshjet e tjera që i kanë nuk i di, po që do e kam dëgju edhe po ja u tregoj. E shumë njerëz, sidomos të na, kanë shumë komplekse dhe nuk tregojnë se ku i kanë blej senet. Po, I'm gonna show it to you. Kështu që, one po filloj mi tregu çka kam blej. This is one of my favorite. E kum blej në Marshalls. Është Michael Kors, edhe e kum blej me faktin që kur shkojmë në fakultet, me pas një çantë pak më të madhe, që ma nxan edhe laptopin, edhe librat, edhe gjithçka. So, që kjo është çanta e parë. Edhe për ndryshe ata që më njohin e din që jam obses me çanta dhe për mu kur nuk është mjaftueshëm, më nal mos me blej çanta. Shtove që kom harru në kërë dhe i kom pru. Këta e kom blej një kartolin që kom ja shkru një shoqës tam. Këto i kom blej për me i bu flok kachurrela, edhe kanë veç $6.99, $7, kështu që pi provaj, se nuk e di. E kom blej një shark të Elfit, po këto e kom blej në një qatë shark e kom blej në banatore ku ka pas edhe kosmetik, e qëto e kom blej shimmer body oil, si highlight për trup, edhe ka pink, po ma shumë e bleva për shkak të erës tepër të mirë që e pat. I kom blej shto patika, me nuva që të më thirmike, i kom blej shto patika, edhe arsyeja pse i kom blej, nuk është që më kanë pëlqy tepër shumë, po kanë veç $10. Edhe thash, why not, për $10, pse mos me i blej. Po ja u tregoj veç njënën, se s'di ku është ajo tjetra, shto i kom blej për $16. Janë pak me shtikëll, edhe janë shumë thjeshta dhe të mira, po kanë shumë të rahatshme në këmbë. Qëto i kom blej për dorë, shumë simple, edhe shumë verore. E gjitha të tjetërën. I kom blej në shto, që qatë marë. E kom blej qëto, se është këgja eleganta, edhe unë pëlqejke që shumë reket. Ju mënu shumë me marrë dhe me vesh sana eleganta, me blej sana eleganta, se për ata që më njohin e din që për ditë shmëri veshi shumë stil elegant. Jo si sot për shambull që shumë vesh tash. Po s'ka dert. Që kjo u konë sani maj mirë që kum blej deri shtash për veçantës, shalvare të zeza, edhe më kam pëlqy shumë kanajt, edhe i kom blej $20. Për çta po thom, me blej sane në Marshalls edhe në TJ Maxx është sani më i mirë se i blej sane tepër mirë. Kom blej pijame, edhe janë qështu të thjeshta dhe i kom blej veç $10. Okej, se e mora çantën për një moment me shiku edhe një herë. Edhe çka më kam blej një tregu janë bikinet, i kom marrë kështu pak si të punuara, këtë pjesën poshtë, pjesën e bikineve poshtë, edhe pjesa nalt. Ndoshta bëj fotografi, mendoj që pa tjetër. Bikine nuk ish pas të mira, po të robat ishin kun, okej, po që ke Marshalls ka jo ma i mirë i mund shumë, po ka shumë i mirë. Edhe pijame, po, i kom marrë me 3 pjesë, nuk e di shumë e çuditshme ka këta krip i mi japshin me këto mbajtësat, e unë disha mja u bo që s'jën të mby kur gjë, se s'unë i marrë me veti, po thash mos i vynë, du ditë edhe të Hatixha, edhe i thash why not, i marrë. S'fola, ka një herë ma mirë është mos me folë. Edhe që kjo ka pjesa e tretë.
Do me thonë, njës, krejqto, i kom ble bag i lirë, tash nëse i mbledhim, dal një shmim përveç qantës, që qanta me nëj që ja ka blejt, edhe u kon me që të shmim shkako që it's Michael Kors, po still, unë vynë shumë për fakultat edhe me nëj që it's good. Jam njeri ma i lumtur kur blej sene, sidomos kur blej qanta. Kështu që nëse jenë në Amerikë, nëse ki me udhtu për në Amerikë edhe don me gjetë sene të mira dhe të lira, janë TJ Maxx, Marshall, Rose, Gape, edhe disa tjera, po nuk po mbin men, sa i di unë jam pas, po moj mja u shkru në për komenta. Ju dua dhe ju përqafoj, edhe ju lutem busqeshtni dhe bëhuni të lumtur me jetën dhe shijoni çdo bekem që Zoti ja u ka ofru. Love you!